sepse këtu çmimet elementare bazike ka 50, ka 60%, 40% ose më shumë të lartë mirë, po në indeksin e çmimeve, çmimet e produkte bazike dhe jo bazike ku atëherë mesatare e zbret kjo. Realisht tek ne po ndikon negativisht. Unë kam qenë udhëtor edhe se proceset ekonomike dhe çmimet do duhet të rregullohen. Edhe zoreja në këtë rast vetë si organ i rregullimit të energjisë, do të thënë tregun duhet ta rregullojë, për më rregullu tregun duhet të ketë çmimet apo tarifat të përshtatshme, do të thënë që jo që dëmtojnë jetën e qytetarit apo shëndetin ekonomik qytetare, edhe kam qenë udhëtar edhe jemi udhëtar, sepse edhe në vendet e rajonit, në disa vende, po edhe në ekonomitë e zhvilluar, sidomos do duhet përgatitur një ligj i strukturuar mirë, që ndikon në aspektin ekonomik për çmimet tavan dhe çmimet dyshime, e kështu që sepse do duhet kjo çështje duhet të rregullohet. Nëse kishmo përgatitur, kishna sugjeruar ekzekutivin shumë që prioritet mbi prioritet ta ketë shëndetin ekonomik të qytetarëve edhe çështjet ekonomike të qytetarëve, ai do të përcaktonte marrën se sa përqind, për shembull 15-20% me çdo diferencë që mund me përfitu për shembull në market për shembull ose që shet produktet apo shërbimet ose bizneset e kësaj jo caktoj marrë 100%, për shembull si se kafja për shembull nuk ka për më realizu një kafe me atë aparatin 30 sekonda mjaftojnë atëne, nuk shpenzon 16% rrymës për shembull. Është e vërtetë që kostoja shpërndohet edhe kosta do duhet llogaritet në bos kostos fikse dhe kostos variabile, për shembull, tjetër sanësh për shembull një picë ose diçka tjetër, për shembull do duhej 20 minuta kotadione për shembull shpenzon rrymë shumë, për kafe për shembull 30 sekonda, pse me ngritin 100% për shembull, ose kjo është pa jashtë logjikës ekonomike, kjo është jashtë çmimeve të tregut, kjo është thjesht do duhet institucionet përgjegjëse, do duhet këtë politika çmimit, do duhet ekonominë ta vënë nën kontroll, edhe të rregullohen këto çështje me ligj të rregullohen, mirë po siç e thënë ka të ketë inspektorat më shumë tregut, punson më shumë inspektorat tregut merr masa ndaj inflacionit, ndaj çmimeve, këto unë sipas literaturës më të avancuar dhe ekonomike, një qeveri është e suksesshëm nëse lufton dy krah, dhe me thënë lufton inflacionin dhe papunësinë. Ta lëmë këtë diskutim të kalojmë pak të krasniqe, se mbeti kështu pa folur. E kemi diskutuar edhe me juve rritjen e çmimit të energjisë elektrike, tash u rritën edhe çmimet tjera, cili është shqetësimi, si e shihni ju dhe kush po përfiton sipas juve? Po ne faktikisht edhe jetën e kaluar kur kemi qenë mu në këtë studio, kemi paralajmëruar që do të ketë ngritje të çmimeve edhe në produktet e tjera, siç janë këtu ushqimore, duke përfshirë edhe kafen tashmë. Unë mendoj që nëse qytetarët kanë pasur hamendësime sa duhet të protestojnë apo jo kundër ngritjes çmimit të energjisë elektrike, mendoj se secili dyshim i vogël që kanë pasur tashmë i është hequr për shkak se po i përjetojnë këto çmime. Ndonë se bizneset me sa e poshtë kanë filluar pak sa më herët për shkak se faturat do të implementojnë nga një muaj sipas vendimit të ZRR-s. Bizneset veç se po i ngrisin tashmë çmimet, ajo çka shqetësuese akoma më shumë për ne është se edhe nëse anulohet vendimi i ZRR-s edhe qëllimi i protestuesve arrit, pak shpresoj se çmimet do të ulën prapë. Për shkak se çmimet kur ngritën herë ne jemi dëshmitar që ato nuk bien më fare, kështu që kjo është njëra nga pikët ma shqetësuese që shohim edhe ne si grup. Një pikë tjetër që po mendoj jemi të harru pak është që kjo ngritje çmimit të energjisë elektrike dhe ngritjeve çmimeve tjera krahas ngritjes rrymës i dëmton familjet që janë mesatarisht me ekonomi mirë ose pak më mirë se tjerat, po imagjinoj çfarë ju bën atyre që meze mbulojnë mujen. Pra, kjo do të ishte vdekjeprurse për ta. Në anën tjetër, në vend se të kemi një kuvent të konstituar dhe një qeveri e cila do të punonte që të zgjidhte problemet e qytetarëve, ne jemi në një blok total dhe na ka lënë peng edhe neve si protestues për shkak se ne po mendonim që presionin e radhës ta vazhdojmë tek Kuvendi i Republikës Kosovës, sepse aty votohet bordi i ZRR-s dhe ata kanë mandat që ta shkarkojnë ato bord ose ta throsin edhe në komision parlamentar dhe të
fillojnë hetime të Po si detajuara se si... drejtoheni Krasniqi ndaj një kuvendit që nuk është i